ka ndërhyrë aty portieri I skuadrës mike dhe e ka larguar topin dhe kemi goditje jashtë rivënjanësore. Kurbanov ka goditje dënimi për skuadrën mike. Është aty Koril me numër 5, pastaj Korbel. Një aksion pa pretendime I skuadrës mike, ka ndërhyrë me qetësi Beci. Pastaj Alsani, kapiteni I skuadrës në këtë ndeshje. Pra duhet të evidentuar ky moment pasi trajneri Plori I ka besuar shëritin e kapitenit në këtë ndeshje, Lezhjanit Alsani, mbrojtësit të kësaj skuadre, të cilën sot e shohim të luaj në krahun e majt të mbrojtjes, ndërkohë që formati I tij dhe pozicioni I zakonshëm që jemi mësuar ta shohim është krahu I djathtë, por do të thoja po e kryen mjaft mirë edhe pozicionin ku është I vendosur. Goditje dënimi për skuadrën mike. Ka ndërhyrë Beci me tepër forcë, ka larguar topin dhe njëri prej lojtarëve të skuadrës mike e shoqëron me sy derisa topi del jashtë vijave kufizuese për të rivënë në rivënje anësore për skuadrën mike të Suedis Aramejsk Strinska. Jemi në minutën e 20 të takimit, I cili vazhdon të jetë në shifrat e bardha 0-0. Është një lojë që filloi paksa vrullshëm, një lojë që u shoqërua pastaj me disa dëmtime të lojtarëve në dy luftime për topin e parë. Dhe tani ka rënë disi ritmi, kemi një goditje dënimi nga krahu I majt I sulmit të skuadrës mike. Grumull lojtarësh në zonën e 16 metrashit të portës së skuadrës së Beslidhjes. Një top I harkuar, momenti I vështirë jashtë. Brenda zonës 5 metrashit është goditur nga njëri prej lojtarëve të skuadrës mike, I cili po kthehet tek mbrojtja. Është pikërisht numri 99 I kësaj skuadre, Adonis, I cili ka gjujtur brenda zonës 5 metrashit, por topi ka kaluar në të majt të shtyllës së portës, së mbrojtur nga portieri Molla. Aksioni I shpejt I skuadrës së Beslidhjes është me topin zotrim njëri prej lojtarëve të kësaj skuadre dhe është vënuar aksioni. Oduro ka ndërhyrë, pastaj Beci, kemi një përqendrim të lojës së skuadrës mike, një aksion I bukur nga e majta në të djathtë, ka gjujtur brenda zonës numri 7 I kësaj skuadre, pa problem për skuadrën
për portën e portierit Lezhjan, pra ishte numri 7, Kenlan, që gjujti, por pa problem për skuadrën. Po duro në dy luftim ajror, por njëri prej mbrojtësve të skuadrës mike ka shkaktuar goditje dënimi pasi ndërhyrja e tij ka qenë e parregullt. Kemi një goditje dënimi, është Kruja që do ta godas topin, është i distancë largët, ka pasuar në të djathtë. Gjithnjë Kruja ka harkuar brenda zonës, por ka ndërhyrë mbrojtja e skuadrës mike dhe ka larguar topin, i cili ka kaluar nga një raport tek tjetra, pra është në zotrim të portierit të skuadrës Beslidhës, është Onana me topin zotrim, ka gabuar në pasim, e ka rimar topin, tani e ka Gurbanov. Top i kthyer prapa është Onana, ka gabuar në pasim, ka ndërhyrë luhet me shumë pasime nga ana e skuadrës së Beslidhjes. Topi është kthyer tek portieri Molla, ky e ka pasuar tek njëri prej mbrojtësve, i cili e ka kthyer përsëri dhe tani e ka në zotrim Beci, ka pasuar për tek Alcani. Gurbanov, Alcani ka gabuar në pasim, Beci me saktësi ka larguar rrezikun nga porta, por pa mundur ta pasoj me saktësi për tek Gurbanov, i cili priste topin. Topi ishte më i fortë se duhet dhe ka përfunduar në këmbët e lojtarëve të skuadrës mike, por e kanë rimar përsëri lezhjanët. Kruja kërkon hapësira, ka pasuar për tek Alcani, në dëmën e cilit ka ndërhyrë një mbrojtës, një lojtar i skuadrës mike, dhe është pikërisht numri 9 Kosic. Rivënia goditja e timit është ekzekutuar me shpejtësi. Gurbanov ka kthyer për Begën në mesin e fushës, kemi ndërhyrje Gurbanov, gjithnjë Gurbanov e ka marrë mjaft mirë topin, ka pasuar, por ka qenë ndërhyrja e saktë e mbrojtësit Adonis të skuadrës mike, i cili ka larguar këtë rrezik. Ishte një aksion i bukur i skuadrës Beslidhjes me protagonist Gurbanov, i cili u fut brenda zonës rrëfsisë, pasoi dhe ka ndërhyrë mbrojtja e skuadrës mike dhe topi ka përfunduar në goditjen e këndit për skuadrën e Beslidhjes në krahun e majt të sulmit. Është para goditje në këtë takim. Kruja ka harkuar me mjaft brenda zonës, por asnjëri prej lojtarëve të skuadrës së Beslidhjes, dhe po ashtu dhe mbrojtja e skuadrës mike, duke parë se topi ishte pa problem pasi kaloi kuadratin e portës dhe kanë shoqëruar mbrojtësit për të dalë jashtë. Ka ndërhyrje të Becit në dëm të numrit 11. Stetan do ditë dënimi është Karbel, e ka pasuar në të majt të sulmit të skuadrës tij, pasime të shkurtra, por është Bec që aty mjaft i sakt në këtë ndërhyrje. Duhet thënë që mbrojtësi Beci është deri në këtë moment një lojtar mjaft aktiv, një lojtar
për të mos thënë se është deri në këtë moment lojtari më i mirë në fushë në të dyja skuadrat. Është një lojtar me grind, një lojtar i sakt që kontrollon mjaft mirë zonën e mbrojtjes dhe largon rrezikun ose rreziqet që mund t'i kanosen portierit të skuadrës Lezhane Molla. Top rivenjansore Alcanit për fushën, por markohet nga dy mbrojtësa të skuadrës mike. Topi shkon drejt portierit të skuadrës Lezhane Molla, i cili sot mban numrin 25, e ka pasuar për te Kruja. Kruja e ka kthyer disi pas. Portieri i skuadrës Beslidja ka pasuar për tek Beci, pastaj Alcani ka shmangur njërin për lojtarëve, vazhdon Alcani, por ka ndërhyrë aty me saktësi numri me saktësi numri 10 i kësaj skuadre. Alus, aksioni skuadrës Beslidjes nga krahu i djathtë. Kruja ka pasuar për tek fusha dhe kemi një goditje dënimi. Sa duket njëri prej mbrojtësave e ka prekur topin me dorë dhe gjyqtarja Pietrushi e ndodhur fare pranë aksionit ka akorduar një goditje dënimi. Prirtas me portën e portierit Nunic. Gjyqtarja Pietrushaj udhëzon lojtarët e skuadrës suedeze që të respektojnë distancën prej 9 metrash e 15 centimetrash. Të shohim se çfarë do të prodhoj ky rast. Është një pozicion prirtas, do t'jetë ndonjë goditje me skem apo direkte. Kruja i zakonshëm i këtyre goditjeve është pranë topit. Ka gjujtur dhe topi ka prekur murin e skuadrës dhe ka përfunduar në goditje nga këndi, po këtë radhë në krahun e djathtë të sulmit të skuadrës Beslidjes. Është përsëri Kruja që është i zakonshmi i goditjeve të dënimit, por dhe goditjeve të këndit, ose më saktë të gjitha goditjeve që bëhen në fushën e skuadrës. Ka kaluar pa problem. Gurbanov është dëmtuar sa duket, teksa shohim se ka rënë për tokë. E ka goditur topin, por të shohim çfarë ka ndodhur. Në duk sikur pati ndonjë tërheqje muskulare, por ai është ngritur dhe është rikthyer lojës. Gurbanov, një lojtar mjaft, do të thoja unë, mjaft aktiv në mes fush, por edhe në vijën sulmuese. Onana ka pasuar, por përpara Krujës ka dalë portieri i skuadrës. Aksion i shpejt i skuadrës së Beslidjes, por ka ndërhyrë, më falni, ishte aksion i skuadrës mike, ka ndërhyrë mbrojtësi i Beslidjes Beci. Brenda zonës ka gjujtur dhe 1-0. Lojtari me numër 9 i skuadrës mike ka shënuar pikërisht Kosic. Ishte një top i bukur i dhënë nga e majta e sulmit
të skuadrës Aramejsk Strianska dhe në minutën e 20, më falni, në minutën e 34 rezultati ka ndryshuar në favor të skuadrës mike, pra është numri 9 i kësaj skuadre Kosic, që ka shënuar golin. E proponoi mjaft mirë topin, kërkoi hapësirë për goditje, e gjeti dhe gjuajti me të majtën dhe topi ka përfunduar në krahun e djathtë të portierit të skuadrës Beslidjes Molla, dhe që prej minutës 34 të këtij takimi udhëheq skuadra mike Aramejsk Strianska me rezultatin 0-1. Aksioni i skuadrës Beslidjes, një top nga krahu i djathtë për Begën, por ka ndërhyrë më përpara lojtarët e skuadrës Gurbanov, gjithë një Gurbanov e man topin derisa gjen Alcanin. Përsëri Gurbanov, është Oduro, Onana ka pasuar Mitsubahu, por nuk arriti ta vërë topin nën kontrollin e tij, e nis kështu një aksion i skuadrës mike, por pa problem. Jemi në minutën e 37, skuadra mike ka shënuar që për minutës e 34, pra 3 minuta më përpara. Pra udhëheq skuadra mike me rezultatin 0-1, me gol të shënuar në minutën e 34 nga Kosic. Ishte një aksion i bukur i skuadrës mike, nga krahu i majt topi u përcoll për në harkun e 16 metrashit, aty Kosic kërkoi hapësirë për gjyte shmangu, një mbrojtës doli në pozicion goditje dhe me të majtën nuk ka vonuar, ka gjuar me mjaft shpejtësi, topi në gjys lartësie ka përfunduar në rrjetën e portierit, në portës së portierit Molla. Është një goditje dënimi. Kanë kaluar 37 minuta lojë, udhëheq skuadra mike me rezultatin 0-1. Të arritur që në minutën e 34 me anë të Kosic. Luan me shumë pasime skuadra mike. Alcani e ka kthyer prapa. Duhet të theksuar fakti se deri në këto momente që po transmetojmë, skuadra e Beslidjes, nëse ky rezultat do të shkojë i tillë kështu deri në fund të takimit, edhe nëse skuadra vendase humbet, regjistron humbjen e parë për këtë sezon futbollistik, por ka minuta, kemi edhe rreth 10 minuta nga përfundimi i pjesës parë dhe pastaj është dhe pjesa e dytë, dhe besojmë që skuadra e Beslidjes, është Bega, do të arrijë që të ndryshojë rrjedhën e lojës, dhe në fakt që prej psimit golit po e kërkon. Me insistim pati 2-3 raste për të kaluar e para ajo në avantazh, por futbolli
Prandaj është i bukur sepse ka të papritura dhe formula më e thjeshtë e futbollit është se nëse nuk shënon do të pësosh, gjë të cilën e ka pësuar edhe skuadra Lezhane Beslidhja deri në këto minuta, teksa po ja provojmë minutës së 40 u veç skuadra mike me gol në shënuar në minutën e 34 nga Kosic. Alcani ka kthyer topin prapa për tek Beci, i cili nga e ka pasuar djathtas Bega. Kruja nuk ka mundur ta zotroj topin pasi ishte më shumë se duhet i dhënë me forcë Bega. Gjithë një Bega ka pasuar për tek Onana. Aksioni kalon nga mesi i fushës në të majtë të saj. Aty ku ndodhet Alcani, e ka kthyer prapa, Oduro, ka kthyer më prapa për tek Beci, ky në të djathtë për Neziri, sa duket është në krahun e djathtë. Po Neziri në krahun e djathtë me numër 4. Ka rëndi si ritmi i lojës. Topi është jashtë vijave kufizuese të fushës për të rivën me duar në rivënjë jashtë i goditje dënimi në krahun e majtë të mbrojtjes së skuadrës mike. Kapiteni i skuadrës Alcani ka pasuar për tek në mesin e fushës. Topi është marrë nga Gurbanov, gjithë një Gurbanov. Alcani, të dy trajnerët janë duke udhëzuar lojtarët e tyre. Është me topin zotrim skuadra vendase Beslidhja. Një goditje dënimi ka ndërhyrë në mënyrë të parregullt ndaj Alcanit, numri 9, Kosic, autori i golit të vetëm deri në këto minuta, të shënuar në minutën e 34. Pra, kemi më pak se 2-3 minuta lojë nga pjesa e parë, e cila vazhdon të jetë me rezultatin 0-1 në favor të skuadrës mike Aramejsk Strianska, skuadrës suedeze. Fusha ka goditur me kokë një top të dërguar në drejtim të Mitsubahu, por ky fundit nuk ka arritur ta zotroj, e kështu që topi e ka në zotrim lojtarët e skuadrës së mike. Është Jonenthen me numrin 4, mbrojtje krahut të djathtë, e ka pasuar për tek Karbel, i cili e ka harkuar me tepër forcë në drejtim të vijës sulmuese, por është Alcani aty që ka ndërhyrë, por sa duket kemi të shohim, kemi një goditje dënimi pasi ndërhyrja e dy sulmuesve të skuadrës mike ka qenë e parregullt dhe gjyqtarja kryesore ka akorduar këtë goditje dënimi në favor të skuadrës së Beslidhjes. Aksion nga djathta e mbrojtjes. Është
numri 4 Neziri e ka dërguar me tepër forcë për tek Bega në mesin e fushës, por topin e kanë marrë në zotrim miqt. Ka një ndërhyrje ka një pengim me duar të njërit prej lojtarëve të skuadrës Beslidjes, por gjyqtarja kryesore ka fishkëlluar për përfundimin e pjesës parë, e cila u mbyll me rezultatin 0-1 në favor të skuadrës mike të Suedisë. Duhet të thënë që ritmi i lojës nuk shkoi në nivelet mesatare dhe ishte në nivele pothuajse të barabarta të dyja skuadrë, por me një epërsi të lehtë të skuadrës mike, e cila duhet thënë që në përdorimin e topit të parë lojtarët e saj janë treguar më të kujdesshëm dhe në jo pak dy luftime me lojtarët e Beslidjes kanë dalë fitues. Ajo që është për të shënuar është fakti që goli u realizua në minutën e 34, ishte një veprim mjaft i shpejtë i sulmuesit mik, i cili kërkoi hapësirë, doli ballë për ballë, por zgjuajti me të majtën dhe gol. Dhe përfundojmë transmetimin e pjesës parë dhe pas pushimit prej 15 minutash do të rilidhemi në transmetim të drejt për drejt të kësaj ndeshje. Deri atëherë, miru dëgjofshim.